A ishte të kalun rrugë. Ngjarja e spjeguar herët, një non plak prej nonave të Mekkës, bante teshat e veta prej tregut në dorë, edhe ju afru zotriu i nderuar, tha, oj none eme, a ban me të ndihmu pak, tha ban, si jo, tha po jam lodh, ja mori teshat prej dore, edhe deri me një vend dikun, ja lishoj teshat, tha se, o biri jem, tha unë e kam arrit e dera jeme, tasha po me jam, tha na, urno, ta ma mu kri. Ore biri jam, tha, unë kam një porosi për ti e që qenë që ka zgjali mirë. Tha urno, qka kjo në neme? Ka dal një gjallë me ke, ka emnin Muhammed. Ore bir nana na faraj, na boni pike pes, edhe e derdhi jetën e babalarve tonë shumë shekullore. Tha qka ka bojnë? Tha dajti burrin prej gruas, po e dan për mallin prej babës edhe nonës. Tha i dau vllaznit, e dau vllahun prej motrës. E pse po i dau, tha i nonë, qka po banaj? Tha i tha pikën me ke po thot, këto 360 zotna që i kemi në, një duhet me qenë. Nuk ka diçka e madhe në rregullave, disa njerëz po i besojnë që na ka bë pikë 5, na ka bë perishan. Filan gjali me babën e vet nuk fol mo. Filan bia nuk ven mo te nona. Filan çika ja ka ndalu nonës vizitën. A prish me kjo bir tha. Po nona eme, në rregull. Tha po kush është ai gjallë? Muhammed e ka emrin tha. Po të këshilloj si të takosh me ta të largosh, sa është sirbaz i madh ai sirbaz i madh, ban nuk ka çudi që edhe ti jetë ban siç ato shka janë da. Prej nonës tha. Oj nona eme tha. Po Muhamedi unë jam. Po unë jam Muhamedi. O e bia, ti je? Tha unë jam Muhamedi nona. Po ti ken tha gjali mirë. Po çështu tha jam shka me po. Unë jam çiki. Po i mirë, me të vërtet i mirë. Si ti baje dikush teshat pa pages, a i mirë, mutlaka i mirë. Si të ndihmoj pa e lut me ndihmu, mutlaka i mirë. Ki i sodit, edhe e lut me ndihmu, edhe së ndihmon, edhe ka qef me gjeni mirë. Qka mi bon që tash? Dalimin mes njonit edhe qetrit. E therë me ndihmu nuk ndihmon, ka dëshirë me qenë i lavdruar për punën e pakryer. E kjo i lavdruar për punën e pakryer, Allahu në Kurani Kerim ka thonë, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jahudit janë ata të cilët kanë dëshirë me qenë të lavdruar për punën e pakryer. Jahudit janë ato të cilët kanë dëshirë të janë të lavdruar për punën e pakryer. Ashilet ka kalu në islam. Ka kalu në islam jo, pa ka kalu të muslimanët. A keni ndëgju dhe njëri që thot jam i keq? A keni ndëgju dhe njëri që thot jam i pa pun? Për vete. A keni ndëgju për dhe njëri që thot punën që e bone unë e ka negativ? A keni ndëgju dhe njëri që thot unë e bëdhash e bona, këtë e bona? Jo. Nuk kemi ndëgju fare. Nuk kemi ndëgju fare njeri cili të njari ka thonë vetës unë gabim kesh. Nuk po ndëgjojnë fare, unë kesh gabim. Së di që ka mendojnë njerëzit. Njerëzit mendojnë se njëherë me përmenë se unë kesh gabim, i rënohet historia e vetë për gjithmonë, edhe motën e bëhet katastrofë. Me kam ngullje unë e pata me ven. Po, Muhamedi i mirë, apo me jep të esha t'i baj. Tha na Muhamedi. Tha unë jam Muhamedi, ojnone e me tha. Po mirë, dhe pa e feja jote qka është, a feja jeme, thot, kej këto druna dhe këto drasa, edhe këto idejt kalta janë tokë, prej tokës ndërtu me Allah jema që më ka kriju mu, edhe ti oj nana jeme, e ka kriju gjithësien edhe përgjigjemi para ti për të mirën, pagumi mirë, edhe për keqen pagumi keq. Tha, qka duhet me bo me kalu në fejën tonë, tha duhet me thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, plaka para kanëvet Muhammed Mustafa s.a.s. ka kalu në islam në atë moment. E që ta shpra. Prej kësa në gjarje, unë kam një mesazh shumë shkurt sot. Me shekuj në arsir, Prej Isa a.s. bas shekuj e gjimës bojnë dherë të Muhammed Mustafa s.a.s. Edhe për para shekull mas shekull e në arsir. Me një ngjarje si kjo, më ndihmove edhe të pash se e me ven, kalova në islam. Por Allah, por ditë në gjumo, hazër musliman,
ders pas dersi, ligjerat pas ligjerate, hoxh pas hoxhe, mezhlis pas mezhlisi, Ramazan pas Ramazani, gjumo pas gjumoje, edhe prap kastravac, prap jon regull, prap i larat, prap i dishimt, prap për nështë kjo e qështua, ma ban vakije dhe qështua. Qish ban vakije, vëllavë jam? Nuk ban vakije ndrishe, përveç se qish thot hoxha jot. Nuk ban vakije ndrishe, përveç se Allahun Kurani Kerim qka ka thonë. E qka ka me bo vakije ndrishe? Mës ban vakije elbet se dhe prifti qish më thot asha, jo. Prifti qish më thot ash gabim. A i qetri qish thot qka sa musliman ash zëhennem. Nashte, ban vaki, po qështu ban vaki edhe qështu mosa ku me dit. Ta ngoj hoxën me këtë vesh të më fale hoxha, këtë qetrin e kam për qetër kanë. Në fale neve, nasihati i gjamiës, tu di vesh sën për ajap. Jo me goj, me pun sën për ajap, 100 herë kemi thonë në derse që kanë kalu. Qka të me thonë? Si e spjegon hoxha atë se sën për t'i jap, tu di vesh. Si e spjegon hoxha këtë, sën për t'i fali, tu di vesh. Edhe po vinë gjami, edhe po fali gjëman, edhe po thëmë Allahu Akbar, edhe po thëmë la ilaha illallah, edhe po thëmë jam musliman, edhe mas namazit prap punët të cilët shejtani i ban. Mas namazit më njëherë punë të shejtanit. Që kjo është ajo sën po t'i fali, o Allah, sën po t'i fali t'u divesht. Ti mi ke dhonë di, vetëm unë e njonin për maj për veti, për e njonin për të abtije. A të dit prej teje i kam dhonë për pare. Si e spjegon hoxha o zot, sën për t'i fali t'u divesht, që t'u ditë sën për t'i jap, njonin për dali për muë. Si e spjegon hoxha këta, si e spjegon islami këta. Që ta është shkoa e fitimit, që ta është fitohet edhe humbët, e kam qeshtjen tash për qeshtjen ekonomisë, që ta është fitohet edhe humbët. Kejta ato shka vinë gjami me falë namazin e gjumos, edhe ndëgjojnë hoxën, kur i flata i disa fjalë shkurta shumë, me pesh, edhe mendojnë disa njerë se hoxha, me vene pak, ama s'ka puna ati. Hoxha me vene pak, qashtu është një me, ama s'ka puna ati. Kusha, për shembull, ju lutëm për qëtësi, mos të ndëgjojmë asë një zonës. Që ta është shkoa fitorës fitimit edhe humbjës sa i përket verës në 96 shembull. Edhe njëherë po këthejme po thonë për shkak se jam tepër i interesum që i populli jem tjetë me besim shumë i fort. Populli im tjetë ekonomikisht shumë i fort, me gjatë. Më intereson një popull tjetë i fort për veti, jo për me. Une si hoxhi kam di dur qelikta, s'ka nevoj me qumat anena. Tu di dur qelikut, s'ka nevoj me qumat ane. Po kam dëshiren që gjemati jam tjetë ekonomikisht shumë i pasur. Për me qenë shumë i pasur ekonomikisht, duhet me pas sjellën shumë të madhe. Me pas sjellën të madhe duhet me pas edukat pune. Për me pas edukat pune duhet me ndëgju porositësin, ate që na porosit. Do të thot, a i medicinës të vendi punës me orë të caktuar atërin pikën e fundit. A i hoxhës në ditën e gjumosh ka me spjegu ders, a i derin pikën e fundit i koncentru në vazifën e vetë. A i cili ka me falë 5 vaktin gjami, 5 herë dite i koncentrua në gjamiën e vetë. A i cili ashtu punur atë inxheneringun për ndërtimin e një palati, deri në milimetrin e fundit duhet pas kujdes që të precis punën e vetë. A i që ka me shkujnë bujqësi. Në shkallët e shkollës mësme pas vakti me knu si zezën edhe rrushën e livalit. Mësme i pas knuti rrushën e livalit edhe dadushin edhe salushin, ishe boj ative mjek, ishe boj ative mantilit barë. Ska ham me mantil barë, ham gjithë natën kafane. Edhe mantil e barë ta veshesh edhe gjithë natën me lujt sheshbesh edhe me lujt gurapesh edhe me lujt domina edhe me lujt ative gjokerave, shqythojnë ative rakëve a gje, edhe unë në fush ka të bajt, që shme shkush në fush vlavë jem. Në fush vlavë jem, që ta është të ara jote dush me qenë shumë indershëm. Koha është, shkosh trije kurizin ati për shkak se ati e ke jetën. Ati e ke jetën tone. Nuk e ke desh vizor, nuk e desh shkollën. Zora, një me zorë për një me, po edhe të rinin e parmenës me ngra zorë. Edhe ajo zorë.
Pra ti s'ke dit me dalu zorin prej zorit. S'ke dit me dalu. Se ke ngu këshiltarin tonë. Tama. Që ta shka ka. Që ta shka ka. Që ta është kataklizma. Koha e kataklizmës. Shkon nga dhe jam i dashur. Në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu. Mos ja lejo qetrit. Punoj arën tane derin pikën e fundit. Mos ja lejo qetrit me arë me tashit mallin të verajote. Atë mall të cilin arajote e ban më mirë se arati. Për këtë fjalë thoi njerëzit kjo s'ka puna hoxhës. Ta keni me dije të gjithë se prej punëve të hoxhës që kjo është puna më e madhe e hoxhës. Kjo është puna më e madhe e hoxhës. Shko është edhe një herë për përsëris. Shko me edhe arën tone, provoj e bereqetin tanë, mos lejo qetri me arë me tashit patligjonin, të cilin arajote e ban më mirë se arati. Mos ta shese mollin, se atë man shka arajote e ban më mirë se arati. Hec qelisin, kapu për pune, vllavi jam i dashur.